Zjarri i madh e uji i vogël. Mes popullit aztek të Meksikës, thuhet që para shumë kohësh ka qenë ndezur një zjarr i madh në pyll që mbulonte tokën tonë. Njerëz e kafsh e bashkë me bufin filluan të largohen, duke tentuar të ikin nga zjarri. Një vëllai i bufit, te kolotël, po ashtu po ikte kur vuri re një zog të vogël që po vraponte nga lumi i afërt drejt zjarrit dhe anasjelltës. Atëherë ai u nis drejt zogut të vogël. Ai vuri re që ishte i vëllau, zogu Quetzal, i cili vraponte te lumi, merrte pika të vogla uji në sqep dhe kthehej afër zjarrit për t'i hedhur brenda flakëve. Bufi i afrohet Quetzalit dhe i thot: "Çfarë je duke bërë vëlla? A je i çmendur? Nuk do arrish gjë duke e bërë këtë. Çfarë do të bësh? Duhet të fluturosh larg e të shpëtosh." Quetzali u ndal për një moment, ju kthye bufut e i tha: "Jam duke e bërë më të mirën time me ato që kam." Ende kujtohet mes fisëve të indianëve të Amerikës që para shumë kohësh pyelli që mbulonte tokën u shpëtua nga zjarri i madh fal zogut Quetzal, bufit dhe shumë kafshëve e njerëzve të tjerë që u bashkuan për ta shuar zjarrin.